Jam me gazetarin Andi Bushati. Me çfarë impresioni vjen nga Serbia, nga kjo vizitë e kryeministrit Rama? Natyrisht që kur nisëm ne e imagjinonim që nuk do ishte një vizitë normale, jo për atë pompozitetin e zakonshme, vizitë pas 60 ca vjetësh e tjerë, por sepse që nga momenti i ndeshjes e deri më sot tensionet kanë qenë shumë të mëdha midis dy vendeve. Dhe kjo u pa edhe dje kur mjaftoi një deklarat si pas mendimit tim normale që gjithçka të merrte së paku mediatikisht dhe politikisht zjarre dhe flak. E qartë, duket sikur ndoshta i entuziazmi djeshëm do filloj të ftohet, por ti je gjithmonë një njeri që i shef ftohet gjërat. Si mendon kjo vizitë? Është për te entuziazmit e vlefshme apo ka të entuziazmin e parë dhe ose më saktë qëndrimi i Ramës dje në konferencë për shtyp? Përmendja e Kosovës? Unë nuk mendoj se ka ndonjë shkas për ndonjë entuziazëm të madhe. Kur them nuk ka shkas për entuziazëm, sidomos sot ka pasur shumë eksese entuziazmi, që nga pritja që u bë kryeministrit Rama gjatë rrugës që nga Gjilani deri në Prizren, ku turma me flamur, me kështu, e celebruan si një njeri përfaqësuesi i kombit shqiptar e tjerë, gjëra që shpesh të bëjnë për të qeshur, nga disa deklaratat politikanëve të Kosovës, mënyra se si e prezantoi, po të doni, lideri shqiptarëve të Preshevës, që ky është i dërguari i Merkelit dhe i NATO-s për t'i prirë Ballkanit drejt rrugës të europianizimit e gjitha këto, pra pati disa eksese. Por vetë qëndrimi i Ramës dje në Beograd me konferencën e shtypit me Vučićin, mua mu duk normal. Ajo çka ishte anormale, që reagimi serb. Që reagimi serb në momentin kur ai tentoi, vetëm fjalët në konferencë shtypi, provokim, incident, pastaj deklaratat, ne nuk do ju lëmë na poshtroni këtu në kryeqytetin tonë e tjera, ishin të egzageruara. Dhe ato i shërbyen Ramës, jo vetë deklarata e Ramës, po ato i shërbyen Ramës si një pasqyrë ku duke parë një kopje të keqe, ai dilte një lider modern dhe me për masave perëndimore. Unë them që këtu kemi arsye të gëzohemi, sepse atje nuk ishte Edi Rama, pavarësisht sepse Edi Ramës kjo mund t'i shërbej, mund t'a përdor politikisht, mundet t'a përdori siç ndodh shpesh për politikën e brendshme, por atje që kryeministri i Shqipërisë, i cili tregoi jo vetëm fytyrën e tij ose portretin e tij, por portretin e një Shqipërie deri diku të hapur, moderne, kozmopolite, në ndryshim nga ato nacionalizmat e shekullit kaluar që demonstruan liderët serb, edhe shtypi serb, sot po doni, unë i kam marrë një pjesë të madhe të gazetave, kanë po të njëjtën gjuhë që Vučići ka. Ai kuriri është qesharak, të thuash është pak, nuk gjej fjalën e dur, edhe për pucët e Ramës, sot të duke më i gjatë se Vučići thamë, që Ramës mund t'i thuash një gjëra, po që të tentoj të duket më i gjatë se ç'është, unë s'besoj se i ka vajt ndonjëherë në mendje. Kuriri është një gazet pak tip tabloidi e kështu, po edhe shtypi serioz, edhe politika, edhe gazetat që ishin që janë pranë qeverisë, kishin të njëjtën gjuhë, të njëjtin mospranim, sepse në thelb është mospranim i dëgjimit të mendimit të kundërt. Gjë që për mua pjesa në qoftë se Ramës duhet i bëjmë një lëvdat, duhet themi pjesa më e mirë e tij në konferencë shtypi ishte ajo pjesë kur e ftoi homologun e tij dhe i tha hajde thoni dhe mendimet tuaja në Tiranë dhe unë si marr për provokim. Pra, në thelb të një bashkëpunimi duhet të jetë pranimi mendimit tjetrit edhe kur ai nuk të shkon ty për shtat. Ne treguam këtë gjë dhe mendoj liderët serb nuk e treguan. Si ishte momenti, Andi, kur zoti Rama tha Kosova është një realitet i patjetërsueshëm, pavarësia e saj, heq kufjen Vučić, edhe nga ekrani u ndjea ajo body language, ajo le të themi gjuha e trupave që u krijua një tension mes të dyve, si u ndje atje në sallë?
E njëjta gjë ndjej dhe në salë. Unë kisha kolegun tim, Baton Axhiu, prana i di serbisht dhe mi thoshte, por gazetarët shqiptarë që nuk dinin serbisht nuk e merë në mënyrë të drejt për drejt atë çka thoshte Vučići. Tensioni u krijua pikërisht nga gjuha e trupit që thatë dhe juve, ne pam që diçka po ndodhte me të heqja e kufjes, një skuqje e tërë në fytyrë, gjua se si reagoi, mënyra si e përcolli, pastaj Ramën. Ata pastaj që kanë qenë në drekën protokollare, në darkën zyrtare, më thonë që gjitha kjo mund të qenë pak e egzageruar, pak me nota teatrale për politikë të brendshme, se Vučić edhe Dačić, ministri i jashtëm, kanë qenë shumë të çlirshëm në takimet pa kamera dhe pa media, megjithse Vučić shpesh ja ka përsëritur Ramës si ma bëre këtë gjë. Si ja bëri këtë, në fakt, tek ajo biseda kokë më kokë? Këtu ka në fakt një dilemë. Le të themi ja bëri kështu befasi, apo ja latë kuptohet? Këtu ka një dilemë të madhe. Dje në konferencën e shtypit që zhvilloi në Hotel Hayat, kryeministri Rama, unë e pyeta në mënyrë të drejtë për drejtë, në fakt. Ka protokolle, dy qeverit merren vesh përpara, ju kishit folur për këtë apo jo? E kishit informuar që do ta përmendnit Kosovën, pavarësinë e saj, shtetet perëndimore që e njohin e tjerë. Rama përdori një gjuhë dyfisht, edhe për të thënë që unë e kisha informuar, po edhe pa e thënë në mënyrë direkte. Ndërkohë shtypi serb sot dhe politikanët serb këmbgulin në tyren që Rama nuk e ka përmendur dhe në konferencë shtypi e ka hedhur këtë si një rufe në qelë të hapur. Por unë do të thosha prapë, sepse ne shpesh merremi që serbët u tmerruan nga kjo dhe duhet njoftuar apo jo. Jo, problemi për mua shumë i thjesht, nuk u tha në një gjë të mërshme për të shpallur një incident për cilin duhet informuar më parë. U tha një realitet që duan dhe s'duan serbët është i tillë. Për shembull, mua më thanë, politikanët e lartë serb, atë që tha sot ministri i jashtëm Dačić, ja kanë thënë delegacionit tonë dhe gjatë darkës. Pra, ne këtë s'ka guxuar të na e thot dhe ish sekretarja e shtetit Clinton në Beograd, si vini ju shqiptarët dhe na e thoni. Dhe në fakt, pra përgjigja e shqiptarëve ka qenë shumë e thjeshtë. Ka qenë në qoftë se amerikanët e kanë njohur Kosovën dhe vinë dhe druajnë t'ja u thonë ju në Beograd, është që ju nuk jeni në rregull dhe ju nuk jeni në gjendje të pranoni mendimin e tjetrit. Qartë. Në fakt, filluan me njerë analizat që kam pasur të ftuar mbrëmjesh ministrin e jashtëm Pascal Milo, i cili ishte i mendimit që ishte e thënë në një mënyrë jo të duhur diplomatike dhe kjo deklarat do të hapi probleme në marrëdhëniet e shtetit shqiptar me shtetin serb. Kosova është një shtet më vete. Mendon që marrëdhënia Serbi-Shqipëri do të ndizet nga kjo thënie kështu, jo ashtu siç mendon të zoti Milo? Zoti Milo është një diplomat me përvojë dhe e njeh më mirë gjuhën teknike të diplomacisë, por unë e para mendoj që nuk u tha në gjë të mërshme, e dyta mendoj që po të nisemi nga ajo që ndodhi këto 2 ditë, pavarësisht retorikës politike, asnjë marrëveshje që ishte për të nënshkruar nuk u la pa nënshkruar, asnjë angazhim i marrë përpara nuk u la për gjysmë. Pra, u fol shumë që e suksesshme, që e suksesshme. Që një vizitë normale, ku serbët u treguan anormal dhe kjo i dha pak flak, por gjithçka pastaj shkoi në rregull. Duke lënë mënjan që populizmi i Ramës apo populizmi i Vučićit, le të themi që të dy edhe sikur të themi kanë bërë pjesën e një loje e tjerë. Faktori shqiptar, vetë shqiptarët fitojnë nga kjo vizitë, mendon nga ky qëndrim i kryeministrit shqiptar dhe deklarata e tij në zemër të Beogradit? Varet se çfarë nënkuptojmë me fitim, po të thuash fitim që do rritet apo do zvoglohet vëllimi i marrëdhënieve tregtare me Serbinë, këtu as ngre, as nuk ul rol. Unë them fitojmë një imazh sepse nëse
nga vëndet perëndimore, nga gazetarët e huaj, u pa dhe në ndeshje, ne dhe serbët, po të doni dhe boshnjakët, po të doni dhe maqedonësit, trajtojnë këta balkanësit shërgji që kush pak më shumë dhe pak më pak, janë të gjithë ata që kur i vjen puna mund t'i vënë flakën dhe barutit të Evropës, jo më të merren vesh brenda tyre. Dhe në qoftë se e vë në lupë dhe e sheh atë që ndodhi, kupton që ka një diferencë reale midis asaj që mendohet në Shqipëri dhe asaj që mendohet në Serbi. Unë them që Edi Rama nuk është as një ero, as një njeri që bëri në gjë që nuk pritej. Edi Rama, ndryshe nga Vučići, pati avantazhin që nuk ka prapa vetes një popull dhe një elektorat të çmendur nga nacionalizmi dhe të shkosh në bisedime pak të peshë mbi supe, natyrisht je më i lirshëm të përdorësh një gjuhë moderne, perëndimore, kozmopolite po don. Qartë. Natyrisht e ndihmon shumë Ramën në Kosovë, besoj, ajo që ka thënë. Rritet populariteti i tij, se nuk është se Kosova e ka dashur shumë Ramën, ka qenë skeptike. Unë këtë teori e kam dëgjuar shpesh, sidomos gjatë kohës së sundimit Berishës, që Ramën që se duan dhe Berishën që e duan, babai kombit dhe Greku tradhtari kombit e tjerë e tjerë. Unë them që të gjithë shqiptarët jashtë Shqipërisë kanë dashur njësoj dhe Pandelimajkon. Po të shkojmë më tej, kanë dashur, kanë bërë burgje për Enver Hoxhën. Se ishte kryeministër kur ju hapëm dyert kosovarëve. Pandelimajko e kanë më të prekshme, le të themi. Po njëri bën rrugën e kombit, njëri sillet si burr shtetin Beograd, njëri i hap dyert. Ata kanë një lloj afeksioni që i kalon kufite racionales kur bëhet fjala, themin thonjza për të parin e Shqipërisë. Nga Rama, nga një njeri që po të shkoje për shembull në Kosovë në momentin kur ishte përplasja e zgjedhjeve elektorale Basha Rama, që ti me një shikim parë thoshe Ramën nuk e duan Kosovë, sot është e kundërta. As nuk duan Ramën, as nuk urrejnë Ramën, kanë një qasje irracionale ndaj të parit të Shqipërisë. Qartë. Andi, unë të falenderoj shumë, ishim me analistin Andi Bushati, folëm pikërisht në lidhje me vizitën e kryeministrit Edi Rama, vizitë 2 ditore në Serbi.